Sa e vlen crossfiti, tash kena me po bashk. Side plank. Çash. Ja, shona. Të bu me top. Ushtrimi tjetër kena farimi. Ky ushtrim limon. Do prej pleshin. Gjithë vanohet. Veç pse ka crossfit është ka vanohet. Vlog kena sot. Kena u bo vlog. Po vashtë më vlog. 18 minuta me vones. Ma mirë t'jo kështë shët, që pi rrite pak, ma bukur po rrit. Se ketë që ashtë të shkurta? Jo, po që shumë ma bukur. Kjo. Te pi Aladinit. A i gati? Fila? Porën e kena plank. Plank? Ahi? Përveç pak. Ta shëtaj mirën me tonën. Plank unash, pëjdin? Ta unash, po, mas e plank unash tjetër, mas e plank për pora. Po. Mas ne ti moj kom bën bark, mas që se shakina tej, okej, deadlift. Mas ne e bujmë 20 deadlift, shkojmë i bujmë 20 kësi për krah, mas e shkojnë kujt. Por e kena plank, crossfiti, një ditë me bu crossfit një javë është shumë e shëndetshme edhe shumë e mirë për trupin, sepse ndihmon në qarkullim gjakut edhe në ndjekjen e kalorive. Edhe rritjen e forcës funksionale. E ka mundesh? Po. Crossfitin është mirë me bo gjithë sepse ndihmon shumë edhe në rritjen e kondicionit dhe rritjen e VO2 maxit. Vizo ushtrimin e dytë. Tash plank unash. Po, fiks. Këtë pjesë. Rri pak ma tresh. Po qashtë. Fiksi. Shumë mirë. E ka mundesh? Plank është shumë ushtrim i mirë për me stabilizu muskujt e barkut. Barkut dhe shpinës. Dhe krave. Mirë, nalesh atë. Side plank është shumë më vështirë se plank normal. Mirë është me botë të dyja anët, me kohë të njëjtë, për shkak për mos më shkaktu një disbalancë në muskujt anash të barkut. Po, çorshën e. Kështu. Fiks, veç shu bëf. Qashtë. Bizo. Ky variacion i plankut është shumë i mirë për me rrit mobilitetin e shpatullave dhe për bark. Pak më nën, qashtë. Ka, ku të se janë? A ki problem me të shkel patikat? Ja. Ha. Vesh muaj dur gjyks, bënë shiponin. Qashtë. Dhe më thonë, gjithë ushtrimet e para e kena të fokusun vesh në bark. Pastaj dalim edhe në pjesë tjera. Që të ushtrojmë crossfit e ushtrojmë full body, dhe më thonë, gjithë trupin. Po ushtrimet e para e kena të fokusun në bark. Këto janë sit-ups të thjeshtë. A dhe pak. Bo pak ushtrimi ma sfidus edhe pak ma interesant dhe përdojmë edhe topin me pesh. Ky top i ka 8 kg edhe vazhdojmë prap me ushtrim barkut. U vesh. Ashtë më hep. Ja, pa. Qashtu me një. Hajde edhe pak. Hajde lesh edhe 5. Hajde një. Shpejt. Hajde 2. Hajde edhe 3 nga kërmet. Hajde edhe 2. Hajde edhe pak. Hajde edhe një. Hajde edhe pak. Tu kemi bo një kombinim superset, kettlebell deadlifts. Kemi bo 20 përsëritje deadlift. Edhe pa pushim hiq. Kemi marrë të 2 kettlebellat 4 kg, edhe kemi bo clean and press. 20 copë. Edhe këtë superset kemi përsërit 3 herë. 2, 3. Perfekt. 4, 5, 6. Deadlifti është ushtrimi vetëm që i përfshin të gjithë muskujt e trupit. Domethënë kur bëjmë deadlift, jena duke i punu gjithë muskujt e trupit. Prej muskulit më të vogël deri te muskuli më i madh. Është ushtrim që qarkullon gjakun në gjitha pjesët e trupit. Super ushtrim. Ta jena? Sa? Kryva, 20, ha? Tash edhe 20 clean and press. I jap pak kom. Qashtu. Qujer. Ku ti ul mes kombe. Qashtu. Fix qashtu. Fix edhe jep edhe pak më kom, leg drive. Qashtu, tjetë shtu, i ullë pak kom dhe jep pak. Fix, qashtu. Edhe këtu 20 copë. Fix. Trimi tjetër kena farmer's walk.
ky ushtrim ndihmon me ta përcu për armin edhe me ta rregullu posturën, për shkak se ndihmon edhe lower back shumë. Kush ka probleme me lower back, është mirë me bëu këtë ushtrim. Hajde dash. Mirë. As me senal. Shko blena 2 buksa ti. Moj edhe pak, dro. A u ka djek? Po mër. Qështë të ndjek? Hajde edhe pak. Dro, dhe vesh qështë të petërzohen, me dron kom. Dro. A shëja? Shëjtë. Opa. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër, kjo ushtrim është shumë i mirë për pjesën e lower back edhe hip. Edhe këtu i bojmë deri në dështim. Superset e bojmë me back jump squats. Lidhi, më opa. Kështu. Qashtu? Do më thonë squat me edhje. Qashtu. Hedho pak ma shumë. Merë si hys pak kërë e poshtë. Qashtu. Kjo ushtrim të shkatran fort. Qite, kjo. Po ka në pretë në radhë. Viktima radhës është kjo. 20 bëni si. 20 për sëritje. Kjo dhe më thonë ke dita për sfitit për sot. Mirë është mes me anashkalu edhe ushtrimet e crossfitit, dhe më thonë që janë ushtrime kondicionale. Sepse veç kanë me ndimu. Për me bo edhe një trupat mirë, po edhe më konë me shëndetshëm.